Presidenti Begaj takon në Ohio zëvendësën sekretarin e shtetit Christopher Landau. Presidenti Republikës Bajram Begaj u takon në Dayton, Ohio me zëvendësën sekretarin e shtetit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Christopher Landau. Presidenti Begaj shprehu mirënjohjen e zëvendësën sekretarit të shtetit për miqësinë historike me Shtetet e Bashkuar, nënvizoi faktin se Shtetet e Bashkuar kanë qenë mbështetës të palëkundur dhe kanë luajtur rol vendimtar në momentet historike të kombit shqiptar. Presidenti Begaj mori partneriteti Shqipëri-SBA dhe ndihmën edhe nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në kryen e reformës në drejtësi dhe sundimin e ligjit, në zhvillimin e demokracisë dhe forcimin e institucioneve në fushën e mbrojtjes së sigurisë me fokus të veçantë në sigurinë kibernetike. Jemi mirënjohës për mbështetjen e Shtetit të Bashkuara që ka dhënë për demokratizimin, transformimin, modernizimin e forcave tona të armatosura në mënyrë të veçantë reformimin historik të sistemit të drejtësisë, shprehu presidenti i Republikës gjatë këtij takimi. Presidenti nënvizoi se Shqipëria mbetet shpresë plot në dëshirën e saj shumë të madhe për të vijuar bashkëpunimin bilateral dhe ndihmën ekonomike nga Shtetet e Bashkuara në të ardhmen.